Do të analizojmë tani shkurtimisht zhvillimet e fundit politike që lidhen me fushatën, duke biseduar me analistin dhe kolegun Flogert Muça. Përshëndetje Flogert. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë Flogert, sot zoti Rama ka publikuar le themi bastin e tij të ri për këtë zgjedhje, duke thënë se PS-ja të dielën merr 78 mandate të sigurta me një projekcion 88 deputet që mund të arrihet sipas tij. Sa realiste shikoni ju këtë bast të zotit Rama? Do e fitojë ai? Dëgjoj, duke ju referuar sondazheve që qarkullojnë, por për te sondazheve duke ju referuar sistemit elektoral që ne kemi, shanset janë që Edi Rama të mund të marrë aq sa thot, pra në mesin e asaj minimumit dhe maksimumin, se 88 është shumë e vështirë. Por për shkak të sistemit dhe për shkak të fragmentarizimit të opozitës, Rama mund të marrë më pak vota se në vitin 2021 dhe më shumë mandate se në vitin 2021. Pra është ky paradoks që e prodhon sistemi, i cili të gjitha votat që mund të marrë Basha, Shehaj, Lapaj, pra parti opozitare që kanë derivuar, Alibeja e kështu me radhë, që kanë derivuar nga Partia Demokratike, mund të jenë të pamjaftueshme për të prodhuar një mandat për këto parti, por të mjaftueshme për t'i hequr mandatin Partisë Demokratike dhe për t'ia dhënë atë Partisë Socialiste. E në këtë kuptim, duke mos u marrë me fushatën në kuptimin sa mirë ka bërë njëra palë apo tjetra, duke mos u marrë me diasporën që duhet ta shohim çfarë do prodhoj, vetëm sistemi është një sistem i tillë që e ka votuar Rama dhe Berisha, nuk ja ka sjell opozitës dikush nga qielli kundër saj, është sistem që favorizon partinë e parë. Dhe partia e parë me gjitha gjasat do jetë sërish ajo Partia Socialiste. Premtimi kryesor i zotit Rama në këtë fushat ka qenë integrimi i shpejt në Bashkimin Evropian, antarësimi brenda vitit 2030, sikundër deklaron ai. Besoni ju se ky premtim ka ngjitur tek votuesit, pra do të arrijë të thith vota për te votave tradicionale që merr PS-ja, kam fjalën? Dëgjoj, ka një kontekst që ka bërë këtë premtim që të pranohet dhe të besohet nga një pjesë e mirë e njerëzve. Konteksti i parë është ai gjeopolitik. Pra kemi një prishje balancash në botë, kemi një shfuqizim të Europës nga qeveria e re e Shtetet Bashkuara të Amerikës që ja ka bërë të domosdoshme Europës zgjerimin e saj. Nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë absolutisht që mjafton vetëm kjo që ti të bësh pjesë e Bashkimit Evropian, duhet që ti të bësh punët, pa diskutim, dhe nga ana tjetër duhet që ti të kesh dhe marrëdhënie ndoshta personale, të mira, miqësore, tjera me radhë, me kryeministrat dhe qeveritë e vendeve që do votojnë për ratifikimin e famshëm të antarësimit. E në këtë kuptim kam përshtypjen se opozita ka bërë një autogol që është kthyer tani mbrapsht. Autogoli është që gjatë gjithë kohës ka thënë që ka shoqe Melonin Rama, ka shok Macronin, ka këtë, ka atë. E të gjitha këto për të antarësuar në kuptimin e vullnetit qeverive nesër për të votuar antarësimin, jo mbylljen e negociatave, me sa duket janë kthyer në favor të Ramës. Por për mua kryesorja mbetet pa diskutim momenti i vështirë gjeopolitik ku ndodhet Europa. Problemet që kanë me Rusinë atje matan dhe nevojën ekzistenciale që ato kanë për të rritur, për të zgjeruar, për të fuqizuar dhe për të bllokuar, le të themi kështu, agresionin rus. Në fund të ditës problemet e tyre shanset tona. Dhe pyetja e tretë e fundit Flogert lidhet me kampin e opozitës. Zoti Berisha po i gëzohet orët e fundit një lajm që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një lajm që gjithsesi ka nevojë edhe për konfirmime të tjera, sipas të cilit Departamenti i Shtetit lejon zotin Berisha të udhëtojë në SBA. Megjithatë, ju si e shikoni mënyrën se si po përdoret, le të themi, ky lajm në kuadër të fushatës nga opozita? Po, në fushata, miku im, ka disa ase në mëngë që palët i përdorin për të surprizuar publikun dhe kundërshtarin. Dhe me sa duket, ky është një nga asët që janë paguar $6 milion që të nxirret në këtë moment. Ajo që më duket mua harxhimi kohë të energjie është që e para nuk kemi as një dokument zyrtar dhe as një qendrim zyrtar të SBA-ve që në ngrata është hequr. Kjo është e para. E dyta, po të bësh një kërkim të thjeshtë dhe po t'ja bënim edhe dje
një gazetar Juri Kimit dhe Departamenti i Shtetit pyetjen se a ka mundësi që të ustoj doktorin SBA ose një non grata, kushdo qoftë ai, përgjigja do ishte identike. Pra përgjigja është në raste të jashtëzakonshme të veçanta jepen leje speciale. Pra në qoftë se ne kemi doktorin të aq nevojshëm për SBA, saqë për sigurinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurinë kombëtare të tyre, do duhet që të japi një leje doktorit të shkojë atje dhe të bëjë një paqëtim gjaçësh, ne do ishim të bekuar. Pra në këtë kuptim, do ishte lajm shumë i mirë që doktori të hiqej në ngrata, absolutisht, sepse në finale është poshtë emrit doktorit është emri Shqipëria aty, nga vjen pra doktori, por shoh thjesht një tentativë, një makjazh kirurgji, komunikimi dhe marketingu 3 ditë para zgjedhjeve që të mos ketë mundësi të reagojë askush dhe një lloj tentative për ta zënë mat kundërshtarin që ja iku dhe non grata. Më duket se e ka thënë një kolegu ynë mirë sot, janë shumë 6 milion dollar për një Twitter, për një status në Twitter, janë shumë. Mirë, Flogeres, faleminderit për komentet tuaja. Faleminderit juve. Eci më tej.